Tonë njerës, ja ku jam, e hënë, mëngjes, si çdo fillim jave, mbas mëngjesit me Kroasa Bono, kthehemi për horoskopin, pra për mesazhin astrologjik për ju dhe pastaj, si zakonisht, për një poezi, teksti i një këngë që ka bërë historinë e muzikës, pra mesazhin muzikor. Kjo është Radio Sol 89 MHz, ky është emisioni Mesazhi i yjeve në fat e në muzikë. Këtë emision mund ta ndiqni pastaj edhe me figurë në kanalin YouTube Sol 89. Tani, si fillim, horoskopi. Dashi. Në vitet 700, Akademia Franceze e Arteve të Bukura vendosi ca rregulla për ta ndarë pikturën profesionale nga ajo amatoriale. Dekretoi për shembull që një artist duhet të bënte një pikturë dhe këtë ta krijonte në një sipërfaqe të lëmuar pa lënë asnjë shenjë peneli, sepse kështu imazhi do të ishte më shumë bindës. Publiku do të përqendrohej te imazhi dhe jo te puna e artistit dhe tek teknika e tij. Por, kur erdhën, apo kur lindën pastaj impresionistët, një nga gjërat e para që kundërshtuan, ishte pikërisht kjo sipërfaqe e lëmuar. Dhe si e bën? Në pikturat dhe në veprat e tyre gjëja më evidente ishin pikërisht gjurmët e penelit pa u preokupuar për sipërfaqen e telajës, ishte apo nuk ishte lëmuar. O dash, bura grua qofsh në javën në vazhdim të këshilloj të imitosh impresionistët. Mos u preokupo për të bërë atë që ke në mendje të lëmuar e të rapshët. Zirë në pa të gjitha detajet e punës tënde sepse janë ato që t'i japin vlerë. Dhe kjo vlen edhe në raportet e tua sentimentale. Demi. Mike Finnegan është një tastierist dhe këngëtar amerikan blues që ka punuar e performuar me shumë artistë të rëndësishëm, ndër të cilët Jimi Hendrix, Etta James, Leonard Cohen, Los Lonely Boys, e të tjerë. Stili i tij është pak fshataresk i stilit bujk të bluesit, guximtar, i ëmbël, i ashpër në të njëjtën kohë. Dhe unë i jap të drejtë këngëtares Bonnie Raitt që e ka përcaktuar si një fetë e shijshme prosciutto crudo. Timbri i zërit të tij është i butë dhe i plot. E gjeni dot se i çfarë shenjë është? I shenjës së demit natyrisht. I dashur dem, bura grua qofsh. Për këtë javë, Mike Finnegan, unë po e konsideroj si angjëllin tuaj mbrojtës, sepse edhe ju, ose edhe ti, bura grua qofsh në rrethin e miqve, të të afërme, të të dashurve, je më afër se kur për të qenë një fetë e shijshme prosciutto crudo. Do të jesh shija e grupit. Binjakët. Grupi muzikor Taina Riuen është formuar në vitin 1979 në zonën veriore të Malit në Afrikë dhe praktikisht vjen nga shkretë të tjera e Saharas. Pjesëtarëve të grupit ju pëlqen të quhen rebel në shpirt. Ata frymëzohen nga muzika e Afrikës perëndimore, nga Santana, nga Jimi Hendrix dhe nga muzika që rrjedh nga fiset berbere të Marokut. Unë, nga njëherë, kur jam i lodhur dhe me një mungesë totale dëshire për të bërë gjë, i dëgjoj. Kanë ca melodi që të ngjisin. Ritmi i tyre të përfshin dhe sikur t'jep energji, atë tamam atë energji që të mungon. Për ty o binjak, bura grua qofsh për këtë javë të këshilloj, t'i dëgjosh sepse sipas meje janë grupi jot i javës. Për të luftuar ato gjendjet e rrezikshme të apatisë, të dembelizmit, mjafton t'i dëgjosh sepse të përfshin dhe të duket sikur të kanë vënë në karikim, sikur të kanë vënë fishën. Në qoftë se ti o binjak, bura grua qofsh, ke nevojë për një dorë figurativisht, shko e dëgjoj. I gjen në YouTube. Emrin ta thash apo e do dhe njëherë? Po ta them dhe njëherë. Taina Riuen. Taina Riuen. Shko dëgjoj. Gaforia. Mund ta shohësh një kuadër për një javë rresht dhe të mos e kujtosh kur më ka thënë piktori spanjoll Joan Miró. Ose mund ta shohësh për një sekond të vetme dhe ta kujtosh gjithë jetën.
Ka shumë mundësi ogafore, burra grua qofsh, që këtë javë të mos përjetosh asnjë lloj eksperience si ajo e para, por të përjetosh disa eksperienca të shembullit të dytë. Është një periudhë magjike e ciklit tënd astral, e ciklit tënd yjor, që do të filloj këtë javë dhe do të vazhdoj gjatë. Ka shumë mundësi të takosh një bukuri që do të të mrekullojë dhe do të shastis, që do të të mbaj gjallë dhe do të jetë ushqimi yt shpirtëror. Me fjalë të tjera, mrekullia do të të takoj në forma konkrete, dhe format konkrete, ato që do të ndjesh në këtë periudhë, që siç ta thash do të vazhdoj pak gjatë, janë eksituse, maramëndse, qetësuese, sublime, gazmore, poetike, janë të gjitha gjendje shpirtërore që do të të vijnë si pasojë e mrekullisë që po të troket në derë. Nuk di të them nëse kjo mrekulli është profesionale, familjare, a dashurie. Këtë nuk di të ta them. Di vetëm të them që je duke kapur qiellin me dorë. Luani. Me termi sisu, finlandezët përcaktojnë një cilësi që është pjesë e karakterit të tyre kombëtar. Është forca e një vullneti ekstrem që i reziston kohës me një qëndrueshmëri të patundshme dhe që nuk thyet nga asgjë. Për një gjë të tillë kemi të gjithë nevojë që në një moment nevoje të arrijmë të kalojmë vështirësitë dhe problemet. Kurse për ty, Luan, a luanesh, pra burra grua qofsh, kam një këshill. Duke nisur që këtë javë, duhet fillosh të krijosh ca rezerva sisuje, se në periudhën në vazhdim do të kesh nevojë për të realizuar qëllimin, projektin që ke në kokë dhe që po mundohesh ta zbatosh. Si ta krijosh? Ku t'i gjesh? Ta them unë. Duhet të bësh pak inventarin e mundësive që ti ke, inventarin e miqve të vërtet që ke dhe inventarin e bashkëpunëtorëve të afërt që ke. Duke pasur një ide të qartë për sa më sipër, di se çfarë po kërkon, di se ku je, di se ku po shkon, di se çfarë po bën. Dhe nëse i di gjitha këto, je i pathyeshëm. Do jesh i pathyeshëm. Virgjëresha, artistët vuajnë, por e bëjnë me dëshirë. Ishte paracakosh titulli një artikulli në gazetën San Francisco Chronicle. Artikulli vazhdonte me një seri intervistash të shkurtëre që u ishin bërë 5 artistëve, të cilët ishin të bindur që e donin aq shumë punën e tyre sa ishin gati të duronin dhe të suportonin me qejf të gjitha sakrificat, vuajtjet që mund t'ju shkaktonte kjo punë, e të tjerë nga këto gjëra. Ky është shpirti që duhet keni edhe ju, o Virgjëresha, burra gra qofshin në këtë javë që sapo filloi. Përpiquni të zhyteni në vuajtjet e dashurisë, qofshin këto të profesionale, me shumë entuziazëm dhe dedikim, duke haruar e hedhur pas shpine, bezdin, dhimbjen e të tjera gjëra të këtij lloji që deri tani mund t'ju kenë shkaktuar e mund t'i keni vuajtur. Peshorja. Porta e së padukshmes duhet të jetë e dukshme, ka thënë filozofi, poeti dhe shkrimtari surrealist francez René Dumas. Në kuptimin filozofik të tij donte të thoshte se e padukshmja është e ardhmja, por porta drejt saj duhet të jetë e dukshme, pra e qartë se ku e për ku po shkon. Mundësia për të hyrë te e padukshmja shumë shpejt do të t'jepet edhe ty, o peshore, burra grua qofsh. Deri tani ti, o peshore, burra grua qofsh, nuk e ke parë se nuk të është dhënë mundësia dhe jo se ka qenë e padukshme. Jo vetëm, por nuk ka arritur as ta imagjinosh. Kam përshtypjen se pak më parë, vetëm pak ditë më parë, ty, o peshore, burra grua qofsh, kjo portë për të kaluar drejt një të panjohure, drejt një të ardhme, të ka dalë përpara e të është bërë e dukshme. Kjo që sapo ju thash, o peshore, nuk është lojë fjalësh idiote si ajo e asaj ministres që për të pamundërën ta bëjnë të mundër, se e mundër atë pamundër që ta bëjnë të mundër. Jo. Sipas meje, është porta drejt një biznesi të ri, drejt një marrëdhënie të re, apo drejt një rrugtimi të ri. Unë, o peshore, burra grua qofsh, të këshilloj që këtë portë ta hapësh
Edhe pse as që e ke idenë se çfarë ka nga ana tjetër, as se ku po shkon, as se kë po takon. Hape peshore, pa frikë. Akrepi. O akrep, burr a grua qofsh. Detyra që do të ngarkoj për këtë javë mund të jetë argëtuese, por të siguroj që nuk do të jetë as pak e lehtë. Duhet të heqësh dorë të paktën nga një prej fiksimeve të tua, nga 2 prej zakoneve dhe nga 3 prej bindjeve të tua. Në qoftë se nuk ta ndjen ti bësh, unë të kuptoj. Por në qoftë se je i gatshëm apo e gatshme për t'u bërë, po të lexoj diçka nga Pablo Neruda që duhet ta kesh parasysh dhe që duhet të bëhet leitmotivi yt për ditën e vazhdim. Pablo Neruda ka thënë: "Kam një tru që i përzihen i det, i bashkon, i bën të rilindin derisa ato të përfshihin gjerësinë e oqeanit, të fitojnë integritet dhe të bëhen një armë që të thyen turit. Ky është momenti që i det marrin jetë e ndriçojnë rrugën time." U shpjegova akrepa, bura gra qofshi, nuk mund të jeni rob të fiksimeve, të zakoneve apo të bindjeve që ju mbajnë të rezervuar. Është momenti të flakni e të shpërtheni. Shigjetari. Shigjetar, burr a grua qofsh. A i ke parë filmin Oh Brother, Where Art Thou, që përkthehet O vlla ku je? Është një film i vitit 2000. Të kujtohet? Ta kujtoj unë, është një film me George Clooney, ku 3 veta haratisen nga burgu se nuk i duronin më punët e rënda që bënin. Të kam parë në ëndër ty o shigjetar, burra grua qofsh, që si një aktor të këtij filmi, si George Clooney, edhe ti kishe veshur një nga ato veshje tipike të burgjeve, një veshje nga ato me vija, dhe kishe akoma në këmbë atë gjylen me zinxhir. Ishe i lirë dhe kaloje nga aventura në aventurë, duke i shpëtuar atyre që donin të të fusnin prapë në burg. Nuk ishe përfundimisht i sigurt që kishe shpëtuar, por ishe në rrugën e dur. Metaforikisht, dua të them që edhe pse në këtë moment ndjehesh si një burgosur që po përpiqet të shpëtojë e të jetë më në fund i lirë, mos u merakos. Je në rrugën e dur. Mesazhi i ardhur nga yjet thotë që shumë shpejt do të shlirohesh nga ca mendime, ca lidhje që të mbajnë si të burgosur. Briciapi. Poeti francez Jean Perry ëndërronte të bashkohente në martesë agimin me bardhësinë e hënës. Edhe ty o Briciap, burra grua qofsh, në këtë javë që vjen të ftoj të bësh të njëjtën gjë figurativisht, natyrisht. Shumë shpejt do të dalësh nga errësira ku deri këto ditë ishe zhytur, sepse të fillosh e të shohësh pak dritë, pra sa po të filloj figurativisht të gdhi, duhet të kujtohesh edhe për dritën e bardhë të hënës që të ka ndihmuar në netët e errësirës. Dhe kur nga fundi i javës të kesh dalë plotësisht në dritë e të fillosh të marrësh frymë i lehtësuar, mos e haro dritën e hënës, atë dritë që të ka ndihmuar të kalosh një eksperiencë të vështirë. Me fjalë të tjera, më të thjeshta, mos haro se pak përpara ishe në errësirë dhe besoj se e ke mësuar aq sa të mos kthehesh më mbrapa. Ujori. Gjatë një periudhe jashtë Shqipërisë kam punuar ca muaj si portier pallati, pastaj ca muaj të tjerë në fonderi, më vonë si mekanik, pastaj në shoqërinë multinacionale IBM, pastaj u ktheva dhe fillova punë në radio, pastaj fillova të bëj emisione, pastaj radiodramatizime, më pas emisione muzike, edhe tani po bëj dhe horoskop. Për ty o ujor, burra grua qofsh, në periudhën e vazhdim në jetën tënde të shoh pak si vetja, por jo si faza ime e parë, por si kjo e fundit me aktivitet më artistik, më mediatik. Çfarë duhet them? Që jeni një moment kur duhet të fillosh të drejtosh pak veten në aktivitete si këto që të thash, si artist, si moderator, si astrolog, thjesht fare, fillo të mendosh të bësh atë që ke qejf të bësh. Peshqit. Në qoftë se duam të komunikojmë me një fëmijë, nuk mund të flasim siç flasim normalisht. Edhe për të interpretuar momentin tënd astrologjik o ujor, burra grua qofsh,
nuk mund ta interpretojmë ashtu thjesht si zakonisht. Një lloj sikur flasim me një kafshë, nuk mund të përdorim gjuhën tonë të përditshme. Në këtë moment, mesazhet që yjet ose që vijnë nga yjet për ju o peshq, burra, gra, qofshi, duhen interpretuar pak më ndryshe se zakonisht, se janë pak më speciale. Në jetën tuaj të përditshme, sa më sipër duhet interpretuar kështu o peshq, burra, gra, qofshi. Ajo që ju thuhet, a mënyra se si të tjerët veprojnë a sillen kaq jush, nuk duhen marrë ashtu thjesht, por duhen interpretuar pak më ndryshe. Merrini gjërat më me shumë filozofi. Shpirtërisht e psikologjikisht duhet të dilni mbi situatën dhe të bëheni zot i saj. Okej? Ky ishte horoskopi dhe për sot njerëz, dhe tani po kaloj pak të analiza dhe teksti një këngë që 55 vjet më parë u publikua për herë të parë. Është një këngë e dedikuar. Këngë e bërë për një qëllim të vetëm, për një person të vetëm, por që mesazhin e ka për të gjithë ne. Është kënga Wild World e Cat Stevens. Një këngë që flet për dashurinë, për një dashuri që është në fundin e saj. Kjo këngë është dedikuar historisë së dashurisë së autorit Cat Stevens me modelen amerikane Patti D'Urbanville. Tema kryesore, domethënia kryesore, është trishtimi për ndarjen, por dhe urimi për një fat të mirë ndaj partneres që partneres që e kishte dashur, vërtet e kishte dashur, duke e paralajmëruar për botën e vështirë, për Wild World. Në këtë rast si metaforë e gjërave të paparashikuara në jetë dhe nganjëherë edhe tepër mizore. Pjesa shpreh një ndërthurje midis dhimbjes, nostalgjisë, dëshpërimit, dashamirësisë për të ardhmen e njeriu të dashur, për njeriu që e ke pasur afër për kohë të gjatë. Notat emocionale të këngës janë ato të një zemre të thyer që sheh personin e dashur të iki. E thën kjo qartazi edhe në tekst. Dhe gjithashtu edhe mesazh tepër shoqëror e tepër njerëzor që vlen për këdo e vlen kudo. Një dashuri, edhe pse në duke ka arritur në stacionin e fundit, gjithsesi në vetvete mbart një jetë plot kujtime, një të shkuar plot kujtime, plot momente, plot ëndra të bukura, të cilat janë një shkollë më vete në përballjen e asaj jete, e asaj bote që figurativisht Cat Stevens e quan Wild World, botë e egër, por që unë do ta kisha qejf ta quaja botë e vështirë, se egër tingëllon pak më egër se ç'duhet. Tani, kjo ndjenjë, kjo ndarje, kjo marrëdhënie e përshkruar në vargjet e kësaj kënge, nga unë të shqipëruara thot: çdo gjë tënden kam humbur tani e diçka të re të filloj, më thua ti. Më plas zemra që je duke ikur. Baby, unë jam duke vuajtur. Bëj kujdes nëse je duke ikur. Shpresoj që gjëra të bukura të kesh për të veshur. Po shumë bukurira shëndrohen e aty jashtë të trishtuara bëhen. Baby, e vështirë kjo botë. Me një busjeshje nuk e ka përcen dot. Oh, baby, kjo botë e vështirë, unë dua të të mbaj mend ashtu, si kundër ishe fëmijë. Kam parë shumë gjëra që mund të ndodhin në botë. Ndaj zemra ime po çahet më dysh, se duke vuajtur nuk të shoh dot. E vajze keqe, kur mos u bëfsh. E nëse ikën ki shumë kujdes, e miq të mirë ku do takofsh. Por mbaj mend, ka shumë të liq. Ndaj, ki kujdes. Ki shumë kujdes, se e vështirë është kjo botë. Me një busjeshje nuk e kalon dot. Zemër, kjo është botë e vështirë. E unë dua të të mbaj mend si kundër ishe fëmijë. E nëse ikën, bëj shumë kujdes, e miq të mirë ku do takofsh. Po mbaj mend, ka edhe të liq. Ndaj bëj kujdes, bëj shumë kujdes. Këto ishin vargjet e këngës njerëzër, shpresoj që kam bërë një punë të mirë e të jeni kënaqur. Tani këto vargje, këtë këngë do t'i gjejmë në një cover nga Bluebird Band
nga miq tanë Sokol Sheu, Enar Nelku e Bledar Sejko. Wild World. Qofshi mirë, ku do qofshi. I've lost everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. If you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a round of bands. I'll be back. To get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wine bird. I always remember you like a child girl. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ooh, baby, baby, it's a wine bird. You're trying to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wine bird. I always remember you like a child girl. Wine bird. You're trying to get by just upon a smile.